Çfarë duhet për të bërë një akt dhurimi nga babai tek fëmia apo nga nëna tek fëmia brenda familjes? Dokumentat kryesor janë dokumenti i karta identitetit e babait dhe e fëmijës apo e nënës dhe fëmijës. Dhe nëse prona është në bashkëpronësi, dokumentat e të gjithë bashkëpunëtorëve. Certifikata e pronësisë, AMTP-ja, certifikat pronësie që vërteton se prona është në emër të babait apo të babait dhe nënës. Tani vendodhje së pronës dhe harta e pronës. Dhe kujdes, nëse nuk keni një nga këto dokumenta, akti i dhurimit nuk mund të kryhet. Pra, ka rëndësinë e vetë dhe vendodhja dhe harta e pronës me planimetri. Një vërtetim nga kadastra që prona është e lirë nga çfarëdo lloji barre, kredi, pengje apo procese gjyqësore. Nëse prona është e trashëguar, mund të duhet dhe vendimi i trashëgimisë. Por sa kushton akti notarial i dhurimit? Kosto e noterit që varion nga 50 në 150.000 lekë në varësi të qytetit dhe të vlerës së pronës. Keni parasysh që një pronë e kaluar me akt dhurimi nga prindi tek fëmia nuk tatohet. Pra tatimi në shtet është 0. Jeni të përjashtuar nga taksa. Kostot të tjera janë vërtetime apo certifikata të ndryshme që mund të duhen origjinale apo të notarizuara dhe pagesa e regjistrimit në kadastër që shkon nga 50 në 100.000 lekë. Pra, në total për të bërë një akt dhurimi mund të shpenzosh nga 80 deri në 200 euro. Procesi shkurtimisht e përsëris. Mblidh dokumentat, shkon tek noteri bashkë me prindin për të bërë aktin e dhurimit. Paguani tarifën notariale dhe noteri dorëzon aktin në kadastër për regjistrimin e pronës në emrin tuaj. Nëse keni pyetje apo paqartësi në lidhje me këtë temë, mund të më shkruani në inbox apo me komente dhe do ju përgjigjem sapo të kem mundësi, pasi fluksi dhe interesi juaj tek faqet e mia është shumë i lartë dhe ju updatoj dhe për faqen time më të re në YouTube me këshillat juridike. Falas për të gjithë ju.